Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka shprehur shqetësim lidhur me, siç tha ai, presionin politik ndaj organeve të drejtësisë në lidhje me rastin Mazut, ku përfshihet familja e një deputeti të kësaj partie. Ahmeti deklaroi se bëhet fjalë për një tendencë të friksimit të ligjzbatuesve, duke shtuar se këtë shqetësim do ta ngrejë edhe në takimet me faktorët ndërkombëtar. Përderisa ushtrohet ky presion edhe atë nga personalitetet të jetës politike, publike, kur dihet që në të kaluarën zoti Miloshovski ka patur probleme të ndryshme që kanë të bëjnë me prona, me padrejtësi që janë ushtruar ndaj familjes së Pucko Petrollit. Kjo është në vazhdën ushtrimit presionit mbi drejtësinë dhe ndikimet që duan të ushtrojnë, të friksojnë të gjitha ato ligjzbatues që po bëjnë punën e vet. Kështu që kjo është një çështje që na ka shqetësuar dhe në kuadër të takimeve që unë kam, do ta ngrisi si shqetësim.